përshëndes nga edicioni informativ qendror, jemi në Blu Televizion ku do të njihemi gjërësisht me zhvillimet e ditës. Do të ndalemi te lidhja e kontratave të plazheve, e cila do të nisë pas çeljes zyrtare të sezonit veror. Gjatë një interviste për Blu Televizion, kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, detajon procesin, ndërsa sipas saj 15.000 metra do të jenë plazhe publike dhe pjesa tjetër do të menaxhohet nga operatorët turistik. Lidhja e kontratave të plazheve do të filloj pas çeljes zyrtare të sezonit veror. Lajmin e konfirmon për Blu Televizion kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini. 15.000 metra do të jenë plazhe publike për qytetarët, teksa Mersini thotë se pjesa tjetër do të menaxhohet nga operatorët turistik. Sipas Mersinit, 15 maj do të jetë edhe dita zyrtare, kur do të nisë vendosja e çadrave në qytetin e Vlorës. Pas lidhjeve të kontratave, Mersini thotë se do të fillojë ndarja në teren edhe hapësirave publike, teksa garanton qytetarët se do të ketë më shumë hapësira publike për ta. Kemi pritur që hapja e sezonit turistik që do të jetë datave 9 dhe 10 maj, do të çeli zyrtarisht sezonin turistik në Vlorë, edhe do të jetë momenti që ne do të fillojmë menaxhimin e gjithë parcelave, ku e kemi ritheksuar dhe risqaruar për të gjithë qytetarët që do të ketë plazhe publike pa pagesë në 15.000 metra sipërfaqe dhe pastaj pjesa tjetër do të jetë përsëri e menaxhuar nga bashkia në bashkëpunim me operatorët turistik. Për ajo që dikur quhet privat, pra do të jetë plazhe publike të cilat do të menaxhohen në bashkëpunim me privat, me operatorët turistik. Dhe shpresoj që data 15 maj do të jetë një ditë zyrtare ku ne do të fillojmë vendosjen e çadrave në qytetin e Vlorës. Ju e dini që Agjencia Kombëtare e Bregdetit është institucioni i cili është i legjitimuar për dhënien e kontratave të plazhit, edhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit është duke vepruar me shpejtësi në lidhjen e kontratave dhe pastaj ndarja në teren e parcelave kryhet nga institucioni i bashkisë. Do të kenë më shumë hapësirë publike qytetarët këtë vit që mund të pushojnë falas? Do të ketë shumë herë më shumë. Duhet ta kuptojmë që një sezon turistik është gjallëria e një qyteti i cili e ka destinacion dhe qëllimin në vetvete që turistit të kthehet përsëri në Vlorë. Pra një turist të vinë në këtë qytet, të shijojë bukuritë e këtij qyteti dhe mos të abuzohet me turistin që nga çmimet dhe pikërisht ky vendim i Këshillit Bashkiak ishte që ne të vendosim një çmim tavan prej 700 lekësh, pra që mos të abuzohet me çmimin e plazheve. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini foli edhe në lidhje me projektin për vendosjen e semaforëve. Sipas Mersinit, në fazën e parë të këtij projekti janë 9 kryqëzime që do të stabilizohen me qëllim që në vimësi të ketë edhe të tjera segmente që do të përfshihen në këtë projekt. Ka qenë një shqetësim i qytetarëve, po ashtu edhe një shqetësim i institucionit të bashkisë, ku niveli i aksidente në rrugën e transballkanike ka qenë alarmant dhe për këtë arsye në një grup ndërinstitucional bashkë me policinë e qarkut ne vendosëm që të krijojmë një grup të përbashkët për të studiuar pikat e riskut në aksidenteve në qytet dhe menduam ta fillojmë me transballkaniken ku vendosen semafor për këmbësorët dhe pastaj të vazhdojmë me disa kryqëzime kryesore rrugësh ku ka qenë shumë e vështirë, për shembull le ta përmendim aty ke Riviera për policët ta menaxhonte pjesën e trafikut të mjeteve, po edhe të këmbësorëve dhe do vazhdojmë me kryqëzimet e tjera, pra janë 9 kryqëzime të cilët do të stabilizohen nëpërmjet semaforëve. Shpresoj që të disiplinojmë kryesisht këmbësorët dhe pastaj ky projekt të vazhdojë në vitet në vazhdim që të përfshijë gjithë qytetin e Vlorës. Unë mendoj që kjo është një gjë që duhet të lihet të ta shikojmë dhe ta studiojmë, por nuk është një eksperiment që bën qyteti i Vlorës. Kudo ka semafor dhe fakti që semaforët janë në gjithë qytetet e botës janë pikërisht për të rritur sigurinë rrugore të këmbësorëve kryesisht, sepse vonesa në trafik mund të jetë problem, por nuk na shqetëson vonesa në trafik përpara jetës së njerëzve. Lidhja e kontratës së plazheve, menaxhimi i hapësirave publike, por edhe vendosja e semaforëve me qëllim lehtësimin e trafikut në qytet, janë disa prej nismave dhe projekteve të cilat pritet të kryen në kuadër të sezonit veror. Përfaqësues të bizneseve në Vlorë kanë kërkuar zyrtarisht nga kryetaria e Bashkisë Vlorë shtyrjen deri në fund të muajit shtator të prishjeve të shtesave pa leje të hapësirave të pjesshme. Ata kanë kërkuar mirëkuptim për të shmangur ndikimet negative në zhvillimin ekonomik të bizneseve gjatë sezonit veror. Përfaqësues të bizneseve në Vlorë i kanë drejtuar një kërkesë zyrtare kryetares së Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini, duke kërkuar shtyrjen deri në fund të muajit shtator të prishjeve të hapësirave të pjesshme, shtesave, pergolatave apo tendave të diellit. Në kërkesë theksohet se ndërhyrjet në prag të sezonit turistik do të sillnin pasoja të konsiderueshme për bizneset që operojnë në qytetin bregdetar. Sipas tyre, ndërhyrjet në strukturat mbajtëse kryesore të investimeve kërkojnë kohë, kosto financiare dhe sillin
rrezullim të përkohshëm të aktivitetit ekonomik, duke ndikuar jo vetëm te bizneset, por dhe tek të ardhurat nga taksat dhe pagat e punonjësve. Ne që shikoni të gjithë këtu, jemi të gjithë biznese dhe kemi ardhur të protestojmë në mënyrë që të mos na prishet biznesi në këtë moment. Kemi shumë pak afat, do me thënë për 2-3 ditë hapet sezoni, tani vjen IKMT-ja dhe thot do prishesh biznesin. Tani nuk e kuptojmë dhe duhem një zgjidhje nga kryetarja, nga kryeministri, të paktën nëse ka dalë një projekt, se është folur për projektin shumë kohë më përpara, ndërkohë ne as dim gjë se çfarë projekti është bërë, edhe se çfarë projekti do shqyrtojnë ata. Kështu që ne kemi ardhur për të mësuar një të vërtetë se si duhet veprojmë ne. Ne kemi shumë njerëz që punojnë për ne, janë të gjithë, sot kemi ardhur vetëm si individ, si biznes, nesër do bëhemi më shumë. Kështu që flasin edhe shokët tanë, tani ta vinë me fleta, po asgjë s'është e miratuar. Do me thonë neve, ose ndoshta po luajnë me nervat tona, kështu që ne akoma nuk kemi një përgjigje konkrete se çfarë janë duke bërë. Se është folur për projekt, ndërkohë që ku janë këto projekte më vëlla? Ku është projekti? Ne s'dim kush e ka këtë projektin, kush e ka nxjerrë këtë projektin. Na e paraqesin projektin, t'japin një afat, tani ne nuk jemi që s'kemi dalë nga Vlora. Se po vim, kemi bredhur edhe shtetet europiane dhe dim shumë mirë se si shqyrtohen projektet. Projektit jepet një afat vëlla. Tani fillon sezoni, e pare punës ne s'kemi punëtor, me çfarë do t'i prishim? Si do t'i prishim? Tani janë 3-4 veta që prishin, sa biznese ke këtu? Këtu janë të paktën 20 biznese. Tani, na jep një afat vëlla. Fillon sezoni për 2-3 ditë. Okej, të mblidhet bashkia, të vendosin një që në tetor për shembull, do fillojnë do shqyrtohet projekti. Tani para 2-3, do me thënë ne na vinë u teket sot, vinë sot. U teket ikim ne, do ikim nga këtu, do vim nesër. Vëlla, thash, ne jemi të gjithë që jemi këtu, jemi vetëm biznese. Secili nga ne ka nga 5-6 familje, për mos thënë më shumë në punë. Që do të thotë? Ne do t'i mbyllim bizneset, do t'i mbledhim gjithë, edhe do vim këtu edhe ta zgjidhim njëre mirë. Se s'mund të merremi tani 1-2 edhe, hajde tani kemi edhe kohë edhe punët tona në vendet tjera, kështu që nuk merremi dot me këtë punë. Jemi lodhur, jemi mbledhur, kemi bërë takim edhe me kryetarin, kryetarja thot do bëhet në tetor, pastaj na vinë çunat e IKMT-s, shiko se kemi ardhur se kështu, tani kjo gjëja duhet marrë zgjidhje përfundimisht. Edhe ne nuk kemi më kohë që të mblidhemi të diskutojmë një problem të tillë. Vjet na erdhi IKMT-ja për lirimin e hapësirave publike para lokale. Heqjen e xhamave dhe vazave të lule. Më pas na erdhi një letër tjetër e cila na thoshte që duhet të lirojmë të heqim dhe tëndat. Me synimin që do implementojë një projekt i ri, e diskutuam me kryetaren këtë procedurë, nuk e kishim projektin gati, pritëm sa të na vinte projekti. Na u tha që ka ardhur një projekt, po nuk është implementuar akoma në teren. Problematika e sotme është lidhet me faktin se kanë ardhur çunat e IKMT-s për të liruar anësoret e lokale. Ato që pengojnë, të themi, kalimin nëpër trotuare. Mund të ketë ndonjë problematik të vogël, por jo të gjithë e bëjnë këtë problem. Ne duam që meqense në datë 8 hapet sezoni turistik në Vlorë, duam që ta shtym këtë procedurë për në tetor ta bëjmë bashkë me implementimin e projektit nëse ka. Nuk ka të bëjë me facadat, facadat janë në një projekt, në një moment të dytë në shtator. Dhe ne duam sot një marrëveshje me kryetaret që këtë që duam bëjmë sot ta bëjmë në shtator të tërim bashkë. Nuk ka ardhur asnjë projekt për momentin. Kanë dalë disa ide, po nuk ka ardhur një projekt definitiv ku ne të marrim masat dhe të dimë sa kohë do, sa lek do, sa njerëz do që të implementohet, se dhe ne kemi punëtor të cilët duam që ti mbajmë në punë. Tani nuk ka kuptim që të thuash që do heqim anësoret duke lënë balloren para. Anësorja është e lidhur me balloren dhe nuk mund të heqësh një këmbë dhe të lësh tjetrën me ajër. Sepse një strukturë nuk bëhet do të heqësh diçka të lësh diçka tjetër. O do hiqet e gjithë, o nuk hiqet. Kështu që ne nuk kërkojmë të na lënë. Sepse në momenti që kanë menduar që do heqin, të heqin, po të na lënë kohën dhe të mbarojmë sezonin, sepse njerëzit mendojnë që janë të lodhur. Janë të lodhur që na buxheti na puna në të gjitha. Tani që mund të fillojmë punën, të fillojmë me të prishur është diçka që nuk shkon.
Kështu që i kërkojmë vetëm që na të vazhdojmë këtë punë që ka lënë në tetor, sepse mendojmë që aty mbarojmë dhe sezonin dhe kemi mundësinë dhe për këtë punë. Kemi ndënë gjithë dimrin pa për asgjë. Tani vjen momenti që ne mund të fillojmë të punojmë, i bie që të merremi me tënda tani, hoqëm se hoqëm, ne hoqëm, kemi edhe shumë punë tjera për të bërë, dhe vjen momenti tani kemi ngel të tënda. Do vemi se heqen, jo nuk e heqim. E kupton, puna është të organizohemi që të nxjerrim sezon të mirë. Nuk është të ngelemi tani, kemi ngel të tënda, kemi një vit. Na tetori mendoj që këta nëse kanë vendosur, do bëjnë një plan, do bëjnë një projekt, ta shikojmë, ta bëjmë tetor, edhe ta mbyllim këtë punë. Absolutisht, janë të gjitha me dokumenta dhe gjitha me leje. Pra ju paguani për të Absolutisht. Pagojmë edhe bile, pagojmë të gjithë sa nuk pagohet. Sepse me 6.000 lekë që është metri i katrori, asaj nuk e kemi paguar në për ambiente që kanë qenë me banjo, me gjithë ambientet që ja vlen të tjerë. Ne me SPL-n e kemi të paguar, kështu që i bie që do pagojmë për këtë sezon, sepse vjen sezon i ri dhe nuk jemi kondra që të pagojmë SPL-n sepse shumë mbahet shteti me taksa. Po tani se si do dalin këto lekë në momentin që ti më pengon të bëj atë detyrë që duhet të bëj, nuk e di si mund të dalësh më të tij. Përfaqësuesit e bizneseve argumentojnë gjithashtu se Vlora është një qytet që mbështetet ndjeshëm në fluksin sezonal të turizmit dhe se ndërhyrje të tilla tradicionalisht kryen pas përfundimit të sezonit turistik ose gjatë muajve të dimrit, kur aktiviteti ekonomik është më i ulët. Për këtë arsye, ata i kërkojnë bashkisë mirëkuptim dhe bashkëpunim për të shmangur ndikimet negative në zhvillimin ekonomik të bizneseve gjatë sezonit veror. Ndërkohë, përfaqësuesit e bizneseve u pritën në një takim nga nënkryetaria e Bashkisë së Vlorës, ku kanë paraqitur dhe shqetësimet dhe kërkesat e tyre lidhur me situatën. Do të ndalemi tek lagja 4 Eronjt, jashtë vëmendjes së pushtetit vendor të Vlorës, e cila sipas banorëve në mungesë të investimeve i detyron ata të kalojnë çdo ditë mes gropave, pluhurit dhe baltës. Banorët thonë se pushtetarët vinë dhe vizitojnë lagjen vetëm në fushatat elektorale dhe më pas premtimet i merera. Lagja 4 Eronjt në Vlorë përgjatë sistemit të demokracisë nuk ka parë asnjë investim. Banorët e një prej lagjeve më të vjetra të Vlorës tregojnë se rruga që përshkon mes përmes lagjen është amortizuar dhe gjithë gropa, e është problemi tyre kryesor prej vitesh. Mbi 80 familje që jetojnë sot në këtë blok banimi ndjen të mënjanuar nga pushteti lokal dhe ai qendror, i cili sipas vetë banorëve nuk i ka kthyer asnjëherë syt nga një prej lagjeve më të vjetra të Vlorës. Vetë banorët tregojnë se pushtetarët vinë dhe vizitojnë lagjen vetëm përgjatë fushatave elektorale dhe më pas premtimet i merera. Si është sot që? Nga lagje më të vjetra ku nuk është vendor asnjëherë. Shikojmë dhe na vinë çdo fushat, vetëm na gënjejnë, na thonë që keni ju dhe bëjmë, ja sa të mbaroj se nuk e bëjmë do tani se nuk na lë opozita. Se bëjmë gjoja për fushat. Sa ikin nuk duken më. Këtu unë kam 27 vjetë, të tjerët kanë edhe nga 30 e më shumë. Sa herë është investuar në një? Asnjëherë. Këtu ja është bërë vetëm një investim për kanalin e ujrave të zeza, që është bërë, e ujë të pishëm, edhe kjo u bë, po gjithmonë këto janë për interes, sepse ata i marrin lekët. Kurse për rrugën, nuk Sa e vështirë është të jetosh me këto kushte? Shumë, këtu juve jeni sot në kohë të thatë, po këtu kur është bie një ves shi, këtu nuk kalojmë dot më. Marrim 2 palë, një palë këpuc ose çizme që dalim deri poshtë dhe pastaj veshim ato të tjera për të dalë në pazar se na vjen turp. Na son ja erdhën këta nga lagja më e vjetër, po nuk vendor. Na vjen keq. Sa familje janë? Po këtu ka çfarë shikon me sy, mbi 80-90 familje që ushqen nga kjo rrugë këtu. Edhe çdo investim. Rruga që keni ardhur ju tani me beton është bërë me investimin ton. Po tani ne ikën dhe njerëzit edhe s'kemi më dhe ne lek që investojmë prapë. Ke shpresë se do bëhet një ditë? Fare. Po ta kenë këta flën rehat, ne s'kanë që na bëjnë, thonë, ne botën e kemi të marrur, edhe ndaj nuk investojnë. Nuk kemi shpresë fare. Sa vite ke që jeton këtu? 22 vjetë. Si e mban mend rrugën në 22 vjetë? Po kjo përpara ka qenë të hekuruta, çfarë ka qenë se unë kam planuar në fshat. Po ti thua 22 vjetë, edhe të qëndrosh në të gjendje, pranë qytetit, që ka vatë rruga në për fshatra, edhe një copë rrugë, tu të piqem nga zepun, jam
77 vjeçë. Njëra nashi I kam këmët, po pastaj fëmijët janë të Këto larguar. 30 vjet që më thatë që jetoni këtu, sa herë është investuar në këtë rrugë? Unë neve Asnjëherë më nuk është investuar në këtë rrugë. asnjëherë nuk kanë ardhur këtu. Do me thënë, kanë të herë në rrës, na jemi dhe në rreth Vlorës jemi. Nuk vim që nga Kuksi, nga Shkodra, hajde, po jemi në rrethin tonë. Prandaj, kemi drejtën tonë dhe neve. I paguajmë dritat, I paguajmë gjerbrime, qarjane të gjitha, edhe nuk e ka vënë njeri ujë të zjarë për Po neve. në kohët me reshje shiu, si bëhet? Ja, bëhet këtu si kjo punë. 3 palë qisme I kemi. Edhe që të themojt ke që nëna, ne I paguajmë ti, asë nuk kemi, asë kanalizime se gjithë tjerat, po që në kohën e fetit më falë për shprejën, për fekaljet, me gropa. Gjuna. Gjithë ujrat e zeza I Ku kanë t'i në rrugë. shpjem, ujrat e zeza mbish në harrin brënda, ja, për këto jemi. Vite po bën që e banori I lagjes Topana? Unë kam 30 vjetë. 30 vjetë. Po. Si e mban mend lagjen parë dhe si është sot? Sot, po thuaj se është më keqare. Urdo ujrat e zezë qeshit. Ku të vemi të mbytemi? Do në qpifen në sëmundje. As kanalizime s'ka, as rrugë s'ka. Vetë logike dhe ju pa shikoni vetë. Gjendjen. Rruga në këtë gjendje ka vite? Ka 30 vjetë që kam unë këtu, 30 vjetë kjo rrugësh. Edhe bile, ka qenë më keq fare, kemi shtuar lagja gjinjë, hidhin beturina. Shpesh kemi Ja, urdo. për ta mbushur me inerse. Po ja, një ndi zodën, ja. Ja, një ndi zonë, jo, tulla, mos grobzime, është e turp. Se o mos kanalizime një. Ku të vemi? Na vjen frikë të bjerë shisë, sepse do më qisme. Besoj jeni ankuar. O, jemi ankuar në asgjë s'bet. Jo do vim sot, jo do vim nesër, asgjë s'bet. E lan fare. Valla jo ti shpresat I kemi të humbra. Nuk e di se që do bet. Shpresat I kemi të humbra. Lagja 4 Herojnë së bashku me lagjet Partizani dhe 15 Tetori janë blloqet e banimit më të vjetra të Vlorës dhe me numrin më të lartë të banorëve vitet e mëparshme. Por mungesa e infrastrukturës rrugore, kanalizimeve dhe ujë të pishëm kanë bërë që këto blloqe banimi të braktisen masivisht. Vjojnë punimet për ngritjen e kampusit profesional në Vlorë, konsideruar një investim I rëndësishëm për zhvillimin e arsimit profesional. Projekti sipas drejtorit të Shkollës Industriale Pavarësia Gentian Boçi pritet të jetë funksional shtatorin e vitit 2027, që do të ndikojë në rritjen e cilësisë së arsimit profesional. Ngritja e kampusit profesional në Vlorë konsiderohet një investim I rëndësishëm jo vetëm për qytetin, por dhe për zhvillimin e arsimit profesional në të gjithë rajonin. Projekti pritet të jetë plotësisht funksional duke nisur nga muaji shtator I vitit 2027. Drejtori I Shkollës Industriale Pavarësia Gentian Boçi thekson se deri në këtë fazë janë investuar rreth 4.3 milion euro. Investimet përfshin ndërtimin e konviktit, ambienteve mësimore dhe punimet infrastrukturore që kanë nisur prej disa muajsh. Sipas tij, ky projekt pritet të ndikojë drejt për drejt në rritjen e cilësisë së arsimit profesional, pasi të gjitha strukturat do të përqendrohen brenda një kampusi modern dhe të standardizuar. Investimi nuk është vetëm për shkollën industriale, qëllimi është kthimi I shkollës industriale Pavarësia në një kampus profesional për qarkun e Vlorës, po edhe më gjerë. Një kampus I cili do shfrytëzojë më mirë kapacitetet edhe intelektuale, po edhe fizike të mjeteve të bazave produse të dy shkollave, po edhe më gjerë, do ketë mundësinë përveç që dy sistemeve tona të shkollës tregtare dhe shkollës industriale sistemit të ditës, do kemi mundësi pastaj të kemi kurse pas të mesmes, kurse profesionale që do të thotë do ketë një numër të madh shërbimesh, shumë më shumë se sa sot, dhe këto do jenë të gjitha të përshtatura me kërkesat e tregut të punës së qytetit në Vlorës. Punimet e fazës së parë pritet të përfundojnë në janar të vitit 2027, ndërsa finalizimi I plot I kampusit është parashikuar për shtatorin e po atij viti, në kohën kur nis dhe viti I ri shkollor. Punimet kanë filluar, janë duke ecur, ne jemi në bashkëpunim të përditshëm edhe me ministrin ton, po edhe me firmën që kryen punimet, për të koordinuar sa më mirë që procesi mësimor në shkollë të vazhdojë sa më normalisht, dhe sipas afateve të vëna nga qeveria shqiptare, punimet duhet të mbarojnë rreth muajit janar. Punimet e ndërtimit, po që një godin të kthehet në një ambient arsimor, kërkon edhe investime të tjera, të cilat
pa nga pak do fillojnë të bëjnë gati dhe bazuar në kërkesat e dy shkollave tona. Besoj se shtatori tjetër do gjej shkollën industriale të kthyer në një kampus profesional. Shtatori vitit 2027, ndërkohë që vlera e kësaj është? Vlera e investimit fillestar në shkollën industriale aktualisht është 4.3 milion euro, po keni parasysh kjo është vetëm faza e dytë e investimeve në shkollën industriale, faza e parë ka qenë Konvikti, i cili tashmë është mbaruar, dhe konstruksioni total, me mbarimin e këtyre dy godinave të reja, të cilat do jenë të lidhura me shkollën industriale, do ketë një investim për rinovimin tërësor të shkollës industriale, të godinës aktuale, ku ne bëjmë stim, do ketë një investim tjetër të një koshën të shkollës industriale, ku do jenë gjithë repartet e bazës produse, të cilat do rinovohen, dhe pastaj do ketë dhe një rehabilitim dhe një rikonceptim të gjithë territorit të jashtëm të shkollës, i cili besoj do jetë shumë më funksional dhe në shërbim jo vetëm të nxënësve të shkollës, po edhe të komunitetit, siç ka qenë edhe përpara se të fillonin ndërtimet. Kampusi profesional në Vlorë konsiderohet një nga projektet më të rëndësishëm të arsimit profesional në vend. Qëllimi kryesor është rritja e interesit të rinjve për arsimin profesional dhe krijimi i kushteve moderne për formimin e tyre. Referuar projektit total, vlera e investimit pritet të arrijë në rreth 10 milion euro. Universiteti e Qerem Çabej i Gjirokastës ka konkretizuar një marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Piemontes në Itali, e cila sipas rektorit Jaho Cana i mundson njësimin e diplomës për degën e shkencës së infermierisë edhe në shtetin italian. Universiteti e Qerem Çabej në Gjirokastër ka konkretizuar një marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Piemontes në Itali, ku fal saj do të mundësohet që diploma për degën e shkencës së infermierisë të njihet automatikisht dhe në shtetin italian. Rektori Jaho Canaj tha se kjo konsiderohet një arritje e jashtëzakonshme pasi Universiteti Piemontes është lider në fushën e kërkimeve shkencore, ndërsa ky bashkëpunim është miratuar dhe nga Ministria e Arsimit. Aktualisht ne kemi 100 marrëveshje të tilla, ku pjesa dërmuese përfshin vendet e Europës Perëndimore, por edhe më gjerë në Europën Lindore, si me Rumaninë, Bullgarinë, Polonin, madje edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ne aktualisht kemi një marrëveshje të përbashkët me Universitetin Western të Kalamazos në shtetin e Michiganit. Ndërkohë që janë hapur rreth 5 programe të përbashkëta me Universitetet e Molises, Universitetin e Salentos dhe të Macerates në Itali. Ndërkohë që një nga sukseset tona më të mëdha është hapja e ciklit 3 të studimeve të shkollës doktorale në bashkëpunim me një universitet të Greqisë, pikërisht me Universitetin e Maqedonisë Perëndimore, ku tashmë ky projekt është implementuar dhe aktualisht 10 studentët e parë janë regjistruar dhe kanë filluar punën në shkollën doktorale, ku mbas 3 vjetësh këta student do të marrin gradë shkencore doktor. Universiteti e Qerem Çabej i Gjirokastërës është përfshirë në shumë projekte Erasmus+. Kjo ka ardhur si rezultat në radhë të parë e certifikimit në charter, që është një certifikat e domosdoshme për të thithur projekte nga fondet e Bashkimit Evropian. Tashëm ne nga partner kemi qenë deri tashëm në projektet e ofruar nga Bashkimi Evropian, tashëm është hapur drita jeshile për të qenë internship dhe leadership në programet Erasmus+. Kështu pra që ne jemi futur në një rrugë të edhshme të bashkëpunimit ndërmjet vendeve të Europës Perëndimore. Ndërkohë që sapo kemi marrë miratimin përfunditar nga Ministria e Arsimit për hapjen e programit të përbashkët në shkencat infermeriore me Universitetin e Piemontes në Itali. Është një arritje e jashtëzakonshme kur dihet që ky universitet në Itali është një nga universitetet lider në fushën e studimeve mjekësore, ku në fund të përfundimit të ciklit të studimeve në infermeri, studentët tanë do të kenë mundësinë të marrin një diplomë që njihet automatikisht në vendet e Bashkimit Evropian. Pra, është një certifikat e Universitetit të Piemontes në Itali. Është një arritje e jashtëzakonshme që shumë e vështirë që të bashkëpunosh me universitete elitare kaq prestigjioze të Europës, megjithatë, fal përkushtimit të stafit akademik, punës të jashtëzakonshme që kanë bërë departamentet, dekanatet dhe gjithë stafi akademik, ne kemi arritur që të jemi shumë entuziast për të ardhmen. Tashëm ne kemi një projekt që të hapur një shkollë tjetër doktorale, ku unë së shpejti do të bëj një takim me një rektor të Universitetit të Letonisë
për të hapur një shkollë doktoral, cikli 3 studimeve doktorale me fakultetin ekonomik, të cilat do t'i arrisë akoma dhe më shumë potencën e universitetit tonë në rang ndërkombëtar. Aktualisht Universiteti Erqerem Çabej ka 100 marrëveshje bashkëpunimi me universitete në vende të ndryshme të Europës Perëndimore, Ballkan e deri në Shtetet e Bashkuara, ndërsa ka organizuar një sër konferenca shkencore ndërkombëtare me qëllim jo vetëm shkëmbimin e eksperiencës së stafit akademik, por duke krijuar mundësi të reja dhe për studentët që diplomohen në degë të ndryshme që ofron pranë këtij universiteti. Bordi i Transparencës ka caktuar çmimet e reja të karburantit në Shqipëri. Prej orës 12 nafta tregtohet me 196 lek për litër, 10 lek më pak se mbledhja e fundit e bordit, edhe çmimi i benzinës është ulur 4 lek më pak se vendimi i fundit i bordit. Bordi i Transparencës caktoi çmimet e reja të karburantit në Shqipëri. Nafta do të tregtohet me 196 lek për litër, 10 lek më pak se mbledhja e fundit e bordit, ndërkohë çmimi i benzinës është caktuar 180 lek për litër, 4 lek më pak se vendimi i fundit i bordit. Këto çmime do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit dhe do të pasqyrohen po ashtu edhe me ndryshimet e reja të çmimeve të shitjes. Në njoftimin e plot, bordi bën me dije se çmimi i shitjes me pakicë nën produktit gazoili standardit SSHN 590 do të jetë jo më shumë se 196 lek për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 184 lek për litër. Ndërkohë bordi bën me dije se çmimi i shitjes me pakicë nën produktit benzini standardit SSHN do të jetë jo më shumë se 180 lek për litër, ndërsa ai i shitjes me shumicë jo më shumë se 168 lek për litër. Çmimet e caktuara nga bordi do të hyjnë në fuqi pikërisht në datën 7 maj, nga ora 12 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, kur edhe do të pasqyrohen ndryshimet e reja të çmimeve të shitjes. Tërhiqet vëmendja e çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakicë të nën produkteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Bordi bën me dije se në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm do të vendoset edhe pezullimi i aktivitetit. Ndërkohë Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit së bashku me Ministrinë e Financave si dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë janë të angazhuara të mbrojnë interesat e konsumatorëve shqiptarë si dhe ruajtjen e parimeve të konkurrencës së ndershme në treg. Sezoni turistik 2026, duke kaluar në të tjera zhvillime, pritet të shoqërohet me kontrolle më të forta nga administrata tatimore në përpjekje për të formalizuar sektorin dhe për të rritur të ardhurat në buxhet. Vëmendja kryesore do të jetë subjektet që raportojnë mospërputhje në xhiro apo numër punojësish. Sezoni turistik 2026 pritet të shoqërohet me kontrolle më të forta nga administrata tatimore në përpjekje për të formalizuar plotësisht sektorin dhe për të rritur të ardhurat në buxhet. Plani i ri sektorial synon identifikimin e bizneseve me risk të lartë dhe ndjekjen e tyre përmes analizës së të dhënave në kohë reale. Kontrollet do të jenë të targetuara, ndërsa vëmendja kryesore do të jetë te subjektet që raportojnë mospërputhje në xhiro, numër punonjësish apo në aplikimin e TVSH-s. Do të aplikohen kontrollet të targetuara të bazuara në analizën e riskut, kërkohet deklarimi i saktë dhe i plotit të ardhurave nga çdo aktivitet turistik, do të monitorohet deklarimi i punonjësve dhe zbatimi i pagave indikative si element për vlerësimin e riskut tatimor, do të verifikohet zbatimi korrekt i faturimit elektronik për çdo shërbim të ofruar, thuhet në njoftimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Paralelisht, plani parashikon një monitorim të zgjeruar në terren dhe në platformat digjitale, përfshi rezervimet online dhe aktivitetet e raportuara në kohë reale. Sipas dokumentit do të kryhet verifikime intensive në terren dhe monitorimi i vazhdueshëm i tatimpaguesve gjatë gjithë sezonit turistik. Do të përdoren të dhëna nga platforma si Booking dhe Airbnb për të identifikuar aktivitetet e padeklaruara. Kontrollet janë parashikuar të ndodhin pa paralajmërim për punonjësit dhe deklarimet e tyre. Në këtë mënyrë pritet të merren masa korrigjuese ndaj subjekteve që shfaqin sjellje deviante, thuhet në njoftimin e tatimeve. Nëpërmjet këtij plani, administrata tatimore synon uljen e informalitetit dhe rritjen e përputhshmërisë fiskale, duke e bërë sektorin e turizmit më të qëndrueshëm dhe konkurrues. Flamurtari zbret në kategorinë e parë. Në një ndeshje ku i duhej vetëm fitoria, lojnjatët barazuan 1-1 me Teutën, duke rënë kështu një kategori më poshtë. Në fund pati edhe kontestime ndaj gjyqtarit Hamiti, i cili u largua nga stadiumi i shoqëruar nga forcat të policisë për të shmangur konfrontimet. Flamurtari zbret edhe zyrtarisht në kategorinë e parë. Në një ndeshje ku duhej vetëm fitoria, lojnjatët barazuan 1-1 me Teutën, duke rënë kështu tashmë një kategori më poshtë.
Ndeshja nisi me tension nga të dyja skuadrat, ndërsa të parët në avantazh kaluan vlonjatët me anë të mbrojtësit Raso në minutën e 12 duke mbyllur pjesën e parë në epërsi të shifrave 1-0. U duk se fitoria do t'i takonte Flamurtarit, por Teuta barazon në minutën e 61 dhe arriti ta mbrojë rezultatin deri në fund duke marrë 1 pikë në Vlorë. Në minutat e fundit pati edhe një moment të diskutueshëm ku Flamurtari kërkoi penallti për prekje të topit me dorë, por ajo nuk u akordua nga gjyqtari kryesor, duke sjellë tension në shkallët e stadiumit, por edhe në parkinën e Flamurtarit. Ndeshja u mbyll 1-1 dhe Flamurtari bie kështu një kategori më poshtë. Pas ndeshjes, trajneri i Flamurtarit Andi Riba ishte dukshëm i mërzitur, duke theksuar se tashmë do të mendohet për sezonin e ardhshëm, ndërsa trajneri i Teutës u shpreh se ekipi i tij mori atë që kërkoi në Vlorë. Drejt Flamurtari rani një kategori më poshtë, se meritonte këtë lloj gjëje, por siç e shikoni dhe ju me këtë lloj arbitrash është pak e vështirë të pranosh realitetin, sepse me një dorë të hapur e kam parë të gjithë. Dhe tani mbas ndeshjes ne pam, ai thjesht nuk pret që edhe vari të konsultohet, vazhdon direkt, thot vazhdo se nuk ka asgjë. A duhet filluar menduar që tani sezoni tjetër, sepse padyshim që objektivi do të jetë rikthimi sa më shpejt Superligë. Normalisht presidenti ka bërë gjithmonë investime sa kam këtu në këtë ekip. Kështu që ai ishte i pari dhe vendos ai për çdo gjë. Ndikoi arbitri sot në ndeshje rezultatin final? Po normalisht, sepse ju e pat gjithë që një penallti në minutën 93 ai nuk tenton që të presi as varin, por një sekondë thot vazhdoni lojën. Që kemi kërkuar në Vlorë një barazim që mund të themi në 99% apo 100% i mban në kategorinë e Superligës. Jo, besoj se kemi dhe ndeshje në fundjavë që është shumë vendimtare për ne. Momentalisht jemi në vendin e 9, kështu që nuk kemi siguru do të thosha asgjë akoma. Kështu që me thënë drejtën vje keqar dhe për Flamurtarin, sepse është një qytet me traditë dhe ka një skuadër të mirë do të thosha. Por i tillë është futbolli, vjen keq që dy skuadrat, Bregdetit dhe dy skuadra shumë me emër në kampionatin shqiptar ndodhen këtë gjendje, kështu që i uroj më të mirat Juve, Flamurtarit, Teutës edhe gjithë ekipet e traditës që Në fund, pati dhe kontestime ndaj gjyqtarit Eldorian Hamiti, i cili u largua nga stadiumi, i shoqëruar nga forca të shumta policie dhe me furgon policie për të shmangur konfrontimet. E duke qëndruar tek rënja e Flamurtarit një kategori më poshtë, është një moment që patjetër ka kërkuar reflektim, por mbi të gjitha një analizë të thellë për gjithçka ndodhi gjatë këtij sezoni. Rënja nga Superliga është një goditje e rëndë për klubin, qytetin dhe tifozët, të cilët prisnin një tjetër rrugtim nga skuadra vlonjante. Për më gjerë do të ndjekim shënimin redaksional. Rënja e Flamurtarit një kategori më poshtë është një moment që kërkon reflektim, por mbi të gjitha një analizë të thellë për gjithçka ndodhi gjatë këtij sezoni. Ende një javë nga përfundimi i kampionatit, Flamurtari ka mësuar tashmë fatin e tij, rikthimin në kategorinë e parë, aty ku ishte sezonin e kaluar. Një goditje e rëndë për klubin, qytetin dhe tifozët, të cilët prisnin një tjetër rrugëtim nga skuadra vlonjate. Po çfarë e solli sot Flamurtari në këtë situatë? Një nga emrat më të mëdhenj të futbollit shqiptar do t'i mungojë sërish elitës së futbollit. Faktorët mund të jenë të shumtë, por përtej diskutimeve mbi problematikat e përgjithshme të futbollit shqiptar, përgjegjësia kryesore bie mbi vetë klubin. Flamurtari e nisi sezonin me bujë, me premtime të mëdha dhe me afrimin e lojtarëve me eksperiencë paga të konsiderueshme. U krijua ideja një skuadre që jo vetëm do të mbijetonte në elitë, por do të rivalizonte denjësisht. Megjithatë, në fund gjithçka u mbyll në mënyrën më të keqe të mundshme. Një sezon i mbushur me paqëndrueshmëri, rezultate negative dhe mungesë qartësie në drejtim. A quhet kjo një keq menaxhim? Padyshim që po. Strukturat e klubit duket se nuk funksionuan siç duhet, duke nisur nga përzgjedhja e drejtorit sportiv, trajnerëve dhe deri tek ndërtimi i skuadrës. Ndryshimet e vazhdueshme, mungesa e stabilitetit dhe vendimet e gabuara gjatë sezonit ndikuan drejt për drejt në këtë fund dramatik. Në shumë ndeshje skuadra tregoi mungesë karakteri dhe organizimi, ndërsa rezultatet negative u kthyen në një barë të rëndë psikologjike. Në fund, Flamurtari nuk arriti të reagojë në momentet vendimtare, duke humbur kështu mundësinë për të shpëtuar sezonin.
Sot qyteti i Vlorës humbet sërish skuadrën e Teen Elite, një emër historik i futbollit shqiptar, me traditë dhe tifozëri të madhe. Do të luajë sezonin e ardhshëm një kategori më poshtë, dhe kjo është një situatë që nuk mund të kalohet thjesht si një dështim sportiv i radhës. Kur mbetet edhe një ndeshje për të luajtur dhe objektivat tashmë kanë marrë fund tek flamurtari, duhet të nisë një analizë serioze dhe sinqertë. Përgjegjësitë nuk duhet të anashkalohen. Ata që drejtuan klubin dhe morën vendimet kryesore duhet të mbajnë përgjegjësi për këtë situatë, sepse Vlora dhe emri flamurtarit nuk e meritojnë këtë gjendje. Tashmë mbetet vetëm për të parë, nëse ky dështim do të shërbejë si një pikë reflektimi për të rindërtuar klubin mbi baza më të forta, apo flamurtari do të vazhdojë të endet mes krizave dhe rikthimeve të vështira. Një gjë është e sigurt, tifozët vlonjat meritojnë shumë më shumë. E duke lënë pas sportin gjatë një konference për shtyp, Ministri i Mjedisit Sofjan Jaupaj u shpreson se Shqipëria ka siguruar një projekt prej $40 milion për ndryshimet klimatike, ndërsa u prezantua edhe plani kombëtar i ndryshimeve klimatike 2026-2036 që parashikon 66 masa prioritare ndaj efektive klimatik si zjarret dhe përmbytjet. Ministri i Mjedisit Sofjan Jaupaj u shpreh se Shqipëria ka siguruar një projekt prej $40 milion për ndryshimet klimatike në kuadër të programit Albadap, që konsiderohet si projekti më i madh i klimës që po zbatohet në Ballkanin Perëndimor. Gjatë konferencës për shtyp, Jaupaj tha se asnjë vend tjetër i Bashkimit Evropian apo i Ballkanit Perëndimor nuk ka aktualisht një projekt të tillë të financuar nga Fondi Global i Mjedisit. Duke u ndalur te konferenca treditore e klimës që solli në Shqipëri përfaqësues të institucioneve europiane dhe organizatave botërore të mjedisit, Jaupaj nënvizoi se rezultatet e kësaj konference ishin krejt pozitive për vendin tonë. Kjo platformë do të vijojë të zhvillohet çdo vit në Shqipëri duke e çuar vendin tonë në një pozicion lider sa i takon ndryshimeve klimatike në Ballkanin Perëndimor. Sipas Jaupajt, fondet do të përdoren për zgjerimin e fidanishteve, ripyllëzimin e zonave të dëmtuara nga zjarret dhe erozioni, si dhe rritjen e kapaciteteve në administrimin e pyjeve. Ministri njoftoi se ministria që ai drejton ka miratuar krijimin e 4 agjencive rajonale të pyjeve me synimin për të rritur praninë në territor dhe për të ndihmuar bashkitë në planet e menaxhimit pyjor. Ai theksoi se do të krijohet ndërmarrje shtetërore e pyjeve, model që sipas tij aplikohet në disa vende të Europës. Sipas Jaupajt, në tetor të vitit 2025, Ministria e Mjedisit në bashkëpunim me Kadastrën Shqiptare përfundoi regjistrimin e të gjithë fondit pyjor të Shqipërisë, i cili përbet nga rreth 1.2 milion hektar pyje. Sipas tij, kjo përfaqëson një mesatare të lartë krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian. Gjatë konferencës u prezantua dhe plani kombëtar i ndryshimeve klimatike 2026-2036, i cili parashikon 66 masa prioritare për të rritur qëndrueshmërinë e vendit ndaj efekteve të ndryshimeve klimatike, përfshirë zjarret dhe përmbytjet. Qyteti bregdetar i Himarës do të mirëpres më 10 maj aktivitetin sportiv Himara Triathlon, një event që do të bashkojë sportistë profesionistë dhe amator në 3 disiplina: not, ciklizëm dhe vrap. Qyteti bregdetar i Himarës do të mirëpres më datën 10 maj aktivitetin sportiv Himara Triathlon, një event që do të bashkojë sportistë profesionistë dhe amator në 3 disiplina: not, ciklizëm dhe vrap. Aktiviteti do të nisë në plazhin e Potamit me garën e notit për të vijur më pas me itinerarin ciklistik Himar që paro Himar. Triatloni do të përmbyllet me garën e vrapit përgjatë shëtitores dhe unazës së qytetit të Himarës. Ky event synon promovimin e sportit, jetesës aktive dhe turizmit sportiv, duke nxjerrë në pa njëkohësisht bukuritë natyrore dhe potencialin turistik të Rivierës shqiptare. Organizatorët shprehen se Himara Triathlon synon të kthehet në një traditë sportive që promovon jo vetëm garën dhe aktivitetin fizik, por edhe turizmin dhe destinacionet shqiptare përgjatë gjithë Rivierës. Ju falenderoj dhe përshëndes. Mirupafshim.